Xhimali, sepse opozita kërkon shtimin e tyre, majoranca kërkon edhe më tepër reduktim pra nga 61 që janë aktuale. Është folur dhe folur disa herë edhe nga ju, por edhe nga ekspertë të tjerë të pushtetit lokal që ndarja territoriale e vitit 2015 duket sikur e largoi atë shërbimin nga zonat periferike, nga ata që quheshin fshatra, komuna, u kthye në njësi administrative. Pra, u duk sikur reforma e vitit 2015 nuk ishte edhe aq e suksesshme për zonat rurale. Ndërkohë, nëse shkojmë në reduktim të numrit të bashkive, do të kemi edhe më tej probleme rreth këtyre zonave, apo nga që këto janë boshatisur dhe tashmë majorancën si duket e tepër që të kenë? Shiko, që reforma nuk pat sukses, këtë nuk kemi çfarë ta themi, sepse nëse do ishte suksesshme, ajo nuk do ta ribënte pas 10 vitesh. Reforma nuk ishte suksesshme sepse kritika për reformën kemi bërë të gjithë në fakt, po i referohemi institucioneve ndërkombëtare, Komisioni Evropian, Banka Botërore, ku ka theksuar pikërisht çfarë po thoni ju, që u largu vëmendja nga fshati, nga ishtësi, nga komunat, shërbimet, u largua funksionaliteti në tërësi, u largua përfaqësimi, u largua dhe këto krijuan këtë boshlikun shumë të madh. Sot njësitë administrative për hir të së vërtetës janë më tepër si zyra poste, le të themi me zyra me kështu me një ndalesë po pas një lloj funksioni. Pra nuk ka asnjë kompetencë. Absolut, sigurisht nuk kanë. Ndaj themi sa paguan njerëz kot më mirë, 4-5 njësi administrative mund të bashkohen dhe këto para, këto burime njerëzore t'i kenë bashkë, të ndërtohen si entitete me kryetar të zgjedhur, të kenë dhe ekonominë e tyre dhe të operojnë në zona kryesisht rurale ku ka një tipologji tjetër shërbimesh nga zonat urbane. Kjo është një gjë që unë kam thënë dhe vazhdoj ta them. Por ka dhe diçka tjetër që për hir të së vërtetës, kjo reformë, nëse shkojmë në makro, nuk dha efektet edhe në mbajtjen e popullsisë në këto zona rurale. Mos harrojmë që kemi rreth diferenca nga censusi 2011-2023, gati 10-11 vjet, 400.000 banor janë larguar, çfarë do thotë? Ato nuk jetojnë më në përfshatra, por duke mos jetuar ato në përfshatra, kalon pronën, kalon asetet, ndikon në ekonominë rurale, krijojnë aspekte sociale. Nëse nuk prodhohet në fshat, nuk kemi çfarë hamë në qytet. Ky është i gjithë problemi. Por pse erdhi kjo? Për mua një ndër arsyet është që fshati u dekurajua. Fshati është në disfavor. Fshati u hoqe drejta për të pas të zgjedhurit e tyre, zyrtarët e tyre, ju hoqe drejta për të marrë pjesë në procese llogaridhënëse pranë tyre njësive të qeverisë vendore, sepse zbavimi krijon ato distancën e vet. Nëse do thellohet dhe mbylla që do kemi një numër më të vogël, sigurisht ka dhe modele të tjera dhe unë kam përmend, duhet gjetë një modalitet tjetër që këto njësi administrative të mos i lejmë në këtë gjendje, pa shërbime, pa përfaqësim. Ndërkohë,